Krishnamurti, çfarë jeni duke bërë me jetën tuaj? Dashuria, dëshira seksuale, seksi, varësia. Aty ku ka varësi, ngjitje nuk ka dashuri. Pra, psikologjikisht marrëdhëniet tona bazohen te varësia dhe kjo është arsyeja sepse ekziston frika. Problemi nuk është se si të mos kemi varësi, por thjesht ta shohim faktin se ne kemi varësi. Aty ku ka ngjitje pas dikujt nuk ka dashuri. Për shkak se ju nuk dini se si të dashuroni, ju krijoni varësi dhe për rrjedhoj ekziston frika. Ajo që ka rëndësi është ta shikoni faktin dhe jo të pyesni se si të dashuroni apo si të çliroheni nga frika. Aty ku ka varësi, ka frikë. Thjesht dëgjojeni faktin se aty ku ka ngjitje nuk ka dashuri. Aty ku ka varësi nuk ka dashuri. Dhe bëjeni këtë pa e refuzuar, pa e pranuar atë dhe pa dhënë opinione rreth tij. Jam duke folur për varësi psikologjike, jo për varësinë tuaj nga shitësi i qumshit, që ai t'ju sjell qumshin, apo për varësinë nga hekurudha, nga një urë. Është pikërisht kjo varësi e brendshme psikologjike, nga idetë, nga njerëzit dhe nga prona, ajo që shkakton frikë. Dashuria vjen nga të kuptuarit e marrëdhënies. Dashuria është diçka që nuk mund të kultivohet, është diçka që nuk mund të blihet nga mendja. Nëse ju thoni, unë do të praktikoj të qenit i dhëmshur, atëherë dhëmshuria është diçka që vjen nga mendja, dhe për rrjedhoj ajo nuk është dashuri. Dashuria lind në mënyrë të paqartë, pa dashur, dhe plotësisht kur ne e kuptojmë procesin e plot marrëdhënies. Atëherë mendja është e qetë. Ajo nuk e mbush zemrën me gjërat e mendjes dhe prandaj mund të lindë ajo që është dashuri. Përse i kemi dhënë kaq shumë rëndësi seksit? Çfarë nënkuptojmë me problemin e seksit? A qëndron ai tek akti apo te mendimi rreth aktit? Pa dyshim që nuk është tek akti. Akti seksual nuk është një problem më i madh për ju se sa të ngrënët, por nëse mendoni për të ngrënët apo për diçka tjetër gjatë gjithë ditës, sepse nuk keni për çfarë të mendoni tjetër, kjo gjë kthehet në problem për ju. Pse e fuqizoni atë gjë që pa dyshim jeni duke e bërë? Kinemat, revista, tregimet, mënyra se si vishen gratë, gjithçka është duke shtjelluar mendimet tuaja për seksin. Po pse e përpunon mendja atë? Pse mendja mendon vazhdimisht për seksin? Përse, zonja dhe zotrinj? Ky është problemi juaj. Përse? Pse është bërë ai një çështje themelore në jetën tuaj? Në një kohë që ekzistojnë kaq shumë gjëra që kërkojnë vëmendjen tuaj, ju i kushtoni vëmendje të plot mendimit për seksin. Çfarë ndodh? Pse mendjet tuaja merren kaq shumë me të? Sepse ai është një mënyrë arratisie përfundimtare, apo jo? Është një mënyrë për të harruar krejtësisht vetveten. Tani për tani, të paktën për momentin, ju mund të harroni veten, dhe nuk ekziston një mënyrë tjetër për të harruar veten. Çdo gjë tjetër që bëni në jetë thekson unin vetveten. Biznesi juaj, feja juaj, perëndit, udhëheqësit, veprimet tuaja politike dhe ekonomike, veprimtaritë shoqërore, aderimi juaj në një parti dhe refuzimi një tjetre, gjitha këto e vënë theksin dhe e fuqizojnë unin. Kur në jetën tuaj ekziston vetëm një gjë si rrugë për aratisjen përfundimtare, në mënyrë që ta plotësoni harrimin e vetvetes, qoftë dhe për disa sekonda, ju kapeni pasaj sepse ai është i vetmi moment kur ju jeni të lumtur. Pra, seksi kthehet në një problem jashtëzakonisht vështirë dhe të ndërlikuar për sa kohë që ju nuk e kuptoni mendjen që mendon për problemin. Përse seksi është një problem? Pse çdo gjë që prekim ne kthehet në një problem? Pse është kthyer seksi në problem? Pse i nënshtrohemi të jetuarit me probleme? Pse nuk u japim fund gjitha atyre? Pse nuk i zhdukim gjitha problemet tona në vend që t'i mbartim ato ditë pas dite, vit pas viti? Sigurisht që seksi është një pyetje e rëndësishme, së cilës do t'i përgjigjem tani, por ekziston pyetja kryesore. Pse e kthejmë jetën në një problem? Pse janë problem për ne të gjitha gjërat që përbëjnë jetën? Të punosh, të bësh seks, të fitosh para, të mendosh, të ndjesh, të përjetosh. A mos kjo ndodh kryesisht sepse ne mendojmë gjithmonë nga një këndvështrim i veçantë, nga një këndvështrim i caktuar? Dëshira seksuale nuk është dashuri. Dëshira sjell kënaqësi. Dëshira është kënaqësi. Ne nuk e mohojmë dëshirën. Do të ishte një budallëk i madh të thonim se duhet jetojmë pa dëshirë, sepse kjo është e pamundur. Njeriu e ka provuar këtë gjë. Njerëzit i kanë mohuar vetes çdo lloj kënaqësie. E kanë disiplinuar veten, e kanë torturuar, e megjithatë dëshira ka ngulmuar, duke krijuar konflikt, bashkë me të gjitha efektet brutale të këtij konflikti. Ne nuk jemi duke përkrahur mungesën e dëshirës, por ne duhet të kuptojmë të gjitha fenomenet e saj.
të kënaqësisë, të dhimbjes, dhe nëse do mund të shkonin për tej, aty do gjenim hare dhe ekstaz që janë dashuri.